Në këtë video do të flasim pak për osteoartritin. Osteoartriti vjen si pasojë e degenerimit të kartilazhës apo kartilagove të eshtrave, si dhe hipertrofisë eshtrore në margjinat artikulare. Rreth 75% e popullatës mbi moshën 65 vjeçare shfaq shenja të osteoartritit në radiografi apo në rentgen. Dhe kjo zakonisht në nyjet apo në artikulacionet që mbajnë peshë, pra peshë mbajtëse, siç është pjesa lumbale e boshtit korrizor, më pas pjesa e ijeve apo os kokse, si dhe pjesa e gjunjëve, do të thotë artikulacionet e gjunjëve. Sa i përket faktorëve të rrezikut, pra është mosha, zakonisht mosha mbi 65 vjeçare, por çdo të thotë mund të shfaqet edhe më herët, më pas obeziteti apo pesha e tepërt, ngarkesa e tepërt e nyjeve si pasojë e punës fizike, si dhe sporteve të ndryshme, të cilat mund të shkaktojnë mikrotrauma për shkak të lëvizjeve repetitive, të cilat më vonë e predispozojnë pacientin për me zhvillu osteoartrit. Si faktor rreziku mund të përmenden edhe makrotraumat, do të thotë frakturat e ndryshme e sidomos frakturat intraartikulare, më pas predispozitat gjenetike, displazitë e ndryshme, dislokimet, si dhe hemofilia është një faktor i rrezikut, do të thotë për shkak të hemoartrozës apo gjakderdhjes brenda artikulacionit. Sa i përket manifestimeve klinike të osteoartritit, vlen të përmendet që kemi një dhimbje të nyjeve, zakonisht monoartikulare. Kjo dhimbje është pasojë e kontaktit direkt, do të thotë asht me asht, si pasojë e degenerimit, do të thotë të kartilazhës, do të thotë kemi shkatrim të kartilazhës. Arsyeja pse pacienti do të thotë nuk e vren apo kalon kohë gjatë para se të hetohet kjo dhimbje, është që kartilazha nuk ka fije ndijore për dhimbje. E dhimbja ndihet tek në momentin kur kemi kontakt të ashtit me asht dhe dihet që eshtra pra kanë fije ndijore të dhimbjes. Dhimbja në anën tjetër ka një karakter të mbytur dhe një karakter të thellë, e cila qetësohet në pushim dhe përkeqësohet gjatë aktivitetit fizik. Në kuadër të klinikës, si manifestim tjetër, vlen të përmendet shtangimi mëngjesor që haset tek pacientët me osteoartrit, edhe këtu do të bëhet një dallim mes, do të thotë nëse shtangimi mëngjesor zgjat më tepër se 30 minuta, atëherë mund të dyshohet në artrit inflamator siç është artriti reumatoid. Si manifestim tret klinik që i vlen të përmendet te osteoartriti është range of motion apo shkalla e lëvizshmërisë është e limituar, pikërisht për shkak të hipertrofisë eshtrore të këtyre margjinave artikulare, dhe mund kemi krepitacione eshtrore, do të thotë gjatë lëvizjeve. Manifestimi i radhës klinik i osteoartritit është mungesa e simptomatologjisë sistemike, siç është shembull eritema, mirëpo edema ndonjëherë mund të jetë prezente. Një manifestim klinik interesant tek osteoartriti është fakti që nëse kemi të bëjmë me osteoartrit të pjesës së ijeve, do të thotë os kokse, atëherë dhimbja zakonisht lokalizohet në regionin inguinal, do të thotë në pjesën e brendshme, e jo në pjesën laterale, pra të jashtme. Nëse kemi dhimbje në pjesën laterale, atëherë duhet të mendohet për një bursit të tërhanterit të femurit. Sa i përket diagnostikës apo metodave diagnostike të osteoartritit, radiografia apo imazheria rentgenologjike është, do të thotë, testimi fillestar dhe kryesor tek pacientët që dyshohen për osteoartrit. Gjetjet këtu përfshin ngushtim të hapësirës artikulare për shkak të degenerimit të kartilazhës, pastaj osteofitet, pra ato që i përmenda më herët, hipertrofia eshtrore në margjinat artikulare, emërtohen pra osteofite. Si gjetje tjetër që vlen të përmenden janë skleroza subkondrale dhe cistat subkondrale. Ashti subkondral është ashti i cili gjendet nën kartilazh. Gjetje tjetër që vlen të përmenden janë noduset e Heberdenit dhe noduset e Bouchardit. Noduset e Bouchardit gjenden në nyjen PIP, do të thotë në nyjen proksimale interfalangeale, ndërsa noduset e Heberdenit gjenden në nyjen distale interfalangeale. Sa i përket diagnostikës, testimet e gjakut, pra rezultatet e testimet e gjakut zakonisht janë normale tek personat me osteoartrit, si dhe rezonanca magnetike ndonjëherë mund të indikohet kur dyshohet për probleme neurologjike.
Kurimi tek trajtimi i osteoartritit, ekzistojnë disa modalitete. E kemi modalitetin jo farmakologjik të trajtimit të osteoartritit, ku preferohet apo pacienti këshillohet që t'i shmang lëvizjet që i ngarkojnë do të thotë nyjet, i këshillohet përdorimi apo praktikimi i terapisë fizikale për me e rujt lëvizshmërinë apo shkallën e lëvizshmërisë. Pastaj këshillohen ushtrime speciale siç është noti, i cili dihet që e ka një efekt më të ulët apo më të vogël në nyjet e personit. Humbja e peshës është një modalitet apo një metodë mjaft e mirë e trajtimit, për shkak se do të thonë logjikisht e ul ngarkesën në nyje, si dhe preferohet shmangja e ecjeve të gjata dhe të përsëritura. Një metodë tjetër do thotë jo farmakologjike që preferohet është përdorimi i bastunit apo i shkopit që të reduktohet pesha pranë nyje. Këtu vlen të theket që nëse kemi do të thotë dhimbje në anën e majt, pra në gjurin e majt apo në anën e majt të ijeve, atëherë bastuni mbahet në dorën e djathtë. Sa i përket modalitetit tjetër, kemi modalitetin farmakologjik. Këtu vlen të përmendet acetaminofeni si agent i linjes së parë, domethënë trajtimit, i ndjekur më pas nga NSAID, pra barnat jo steroidale antiinflamatore. Tjetër vlen të përmendet injektimet intraartikulare të kortikosteroideve. Këto injektime apo këto injeksione zakonisht i ofrojnë pacientit një menaxhim të dhimbjes për të paktën rreth 3 deri në 4 muaj. Për këtë arsye preferohet të mirën 3 deri në 4 vjet e jo më tepër. Më tepër ipen apo indikohen vetëm tek pacientët që kanë një osteoartrit tepër të rëndë, janë tepër të shtyrë në moshë dhe nuk janë kandidat potencial për intervenim kirurgjik. Në kuadër të trajtimit farmakologjik, vlen të përmendet edhe viskosuplementimi, do të thotë suplementimi intraartikular me acid hyaluronik, si dhe suplementimi nutricional me glukozamin edhe kondroitin sulfat. Edhe modaliteti i tretë dhe rezultati i fundit i trajtimit është ai kirurgjikal, do thotë zëvendësimi apo artroplastia totale e artikulacionit të gjurit apo të ijeve, pra oskokse. Mirë po kjo zakonisht është një procedurë që tentohet të shtyhet sa më shumë që është e mundur, për arsye se zakonisht nevojitet një riintervenim llogaritet para pas 15 deri 20 viteve. Dhe kjo metodë është një prej procedurave kirurgjike ortopedike më të suksesshme të kohës moderne, e cila ofron një menaxhim do thotë tepër të mirë të dhimbjes tek ta pacient. Ky është sa i përket osteoartritit.